po pse ke fut ato gjithë ato pare që ke pas në kursime, ke fut në piramida, ose ke shit shpinë, ose ke shit biznesin. Po thëshë, kanë fut edhe tjerë. O i thëshë, po du të më dalë nga e korniza, mos mendoj se çka mendojnë tjerë, ti duhet me pas atë mendimin tënd. Kështu që edhe puna e votës, tash pse njerëzit thanë La Civita do fitojmë. Po La Civita ishte vetëm thjesht figurë që tregonte popullit shqiptar që ora ne jena me ju. E në fundit votën e keni ju. Votën e hedhni ju në kuti. Ju mundë me hedhë votën për mirë ose për keq. Po në Shqipëri kuptohen gjërat që si kuptohen, se njerëzit nuk dalin nga korniza që sikur mendon gjithë shoqëria mendojnë pak a shumë të gjithë. Është shumë vështirë me gjetë njerëz që mendojnë ndryshe prej ambientit ku jetojnë. Vetë fakti kur në 90-ën, kur bën zgjedhjet e para, 90% votuan për partinë e fundit, prapë, se kishin frikë, se voton Delbeda, voton. Edhe e kundërta, votuan gjithë për Salën. Mas 3-4 vjeç, gjithë ju kthyn sa të skulla, u bën me këtë. Domthon është populli në Shqipëri, mu më duket se kur të gjithë pak shkojnë me një linjë. E dumë këta, e keq është kë, model Elbasani, piramida, do ikim jashtë shtetit. Dhe vetëm fakti që për këtë vite kanë ikë 1 milion njerëz. Nuk them që Shqipëria ju siguron më shumë se sa ju siguron jashtë ku dalin njerëzit, por fakti është që edhe në Shqipëri ke mjaft resource, ke mjaft vende që ti mundesh. Pse kur vje këtu, punon, pagun, qiran, drita, çdo gjë, sikur gjithë botën perëndimore, edhe kur vjen momenti arrin me kursi ndoshta $100 ose $200 ose po themi $1000. Ndërsa në Shqipëri ke ca gjana që i ke fala, se ke shtëpi ndoshta që s'pagun akoma tax, real estate tax, s'pagun për token, s'pagun për asnjë gjë. Edhe në Shqipëri mundesh shumë mirë që me siguru të paktën një të ardhën për €1000 ose €1200-300. Edhe është shumë më mirë kur je në vendin tënd, edhe ke ato pare në vendlindje, edhe mundesh me qëndru në Shqipëri, por jo, duhet me dalë jashtë shtetit. Ka dalë filani, duhet me dalë edhe unë. Por pse ka pas sukses filani, s'do të thonë që do të kem sukses unë. Se për çdo njëri që kena ardhur këtu ka qenë shumë e vështirë mu nganu këtu. Ndërsa në Shqipëri s'kam pas nevojë mu nganu, se aty jam rrit. Aty është, është, si më thonë, është vendi im. Nuk kam nevojë me ndryshu asnjë gjë. Gjuhën e di, biznesin, ligjit e di, kur vje këtu ballafaqohesh me një jetë komplet tjetër. Kështu që mendimi i La Civitës, La Civita do bëjë ndryshimin në Shqipëri, prej fillimit unë era kur hap fushata dhe pash që se njëri do të me është shumë ndryshe kur e shikon një gjë nga brenda ndërsa kur e shikon nga jashtë. Po them një qelç. Kur je mbrana qelçit, edhe shef aty je mbrana, nuk shef asgjë gjë për jashtë. Ndërsa kur je për jashtë diçka tjetër. Si e shoh unë vërtet La Civita sikur thash, ajo është kompani lobimi, kompani private, që ai paguhet për atë punë që bën, por në fund fundit, ai do bëjë propagandë, do bëjë atë mundësi që me dhënë fitoren Partisë Demokratike, por në fund fundit votën nuk ja jep ai, ja jep votuesi. Kështu që ai ato para nuk e di se si ka qenë kontrata, nuk e di se si ka qenë ndërthurur kontrata mes La Civitës edhe Partisë Demokratike, por në vërtet nëse diçka ka në kontratë, po kjo është e keqe se na të vegjël dhe kena frikë, edhe nëse ai nuk e ka përmbush kontratën, më thon një sekondë zotëri se
Unë për shembull nëse bëj një kontratë me një klient këtu edhe nuk ja përmbushi ato që i kam shkruar në kontratë, normalisht do të rona ose me ja kthy parat ose do shkojmë gjyq. Një farë mënyrë, domethënë çdo gjë është sanksionuar, por nuk tash, sikur se nuk e di se si ka qenë kontrata, ka qenë kontrata që japim ka shumë parë edhe do i sigurojmë fitoren. Ajo nuk tash nuk se besoj që asaj që ka thonë që do siguroj fitoren, pasi nuk ka asnjë gjë e garantuar, kuptoj fjalë se nuk e ajo është me siguri fitoren është me thonë një mënyrë një tjetër jeti tregu që unë ose do i forse do i shtogoj këta njerëz që më votu për ty ose do i vjedh ose diçka tjetër, por ai ka qenë fytyra e Amerikës, shqiptarët kanë vendosur ndryshe, opozita tha që i kanë vjedh, unë nuk e diskutoj që i kanë manipulu, domthonjë votat, unë kam thonë asnjëherë, domthonjë vjedhje ka pas në mandatën e parë ndoshta ose në mandatën e dytë, mas mandatit e dytë këta kanë perfekcionu vjedhjen, e kanë kthy në manipulim. Se me manipulu dhe me vjedh janë dy gjëra. Vjedhje quhet kur ta vjedh në kuti. Vjedhje quhet kur ta vjedh në kuti. Vjedhja është edhe kur ti jep lek elektoratit që me ndryshu verdiktin, por këta e kërcënojnë me ato vende pune, pak vende pune që kanë ngel, i kërcënojnë me biznese, edhe shumë e thjeshtë. Ai popull është popull që kena rash plak për Enver Hoxhën, kena rash plak për jena bo bashkëpunëtor me Gjermanin, me çdo fuqi që ka ardhur që ka poshtu Shqipërinë, ka pas sa dush bashkëpunëtor që kanë ndihmu, kanë dhënë shërbime falas. Edhe unë jam shqiptar në vërtet, po nuk du me fol kaq ullë, por këta jemi. Domthon në një qeveri që ka 4 vite, 4 mandatura që përveç se të mirave që ka bërë, se s'mundem me thonë që s'ka bërë asgjë gjë. Janë bërë. Shqipëria është zhvilluese, zhvillon biznesi privat, por nuk ja lëm dot meritat që i ka bërë Edi Rama, ose turistat që vinë sot në Shqipëri, vetëm shikosh këto njerëz që merren me YouTubers, që kanë përfitimin nga YouTube, vinë e bëjnë video me drone, me mjete, me 4K, me video të standardit që janë të rezolucionit më të madh që sot për sot ekziston deri në 8K, edhe i postojnë. Njerëzit i shohin se sot çdo gjë është në telefon. Thonë, kanë ardhur kaq turista, është merit e Ramës. Se i na mësua shumë ja lënë meritat qeverisë. Enver Hoxha na zgjati jetën, rrof sa malet Enver Hoxha. Unë kam njerëz që vinë me ta thonë, rrof Edi Rama. A kupton, i them vetëm ty, domthon trunin e kit lam. Është truni komplet. I thasham kemi gjuhë ndonjëherë me thon rrof Sali Berisha. Se Sali Berisha është sot zotëri, nuk është nesër. Edi Rama është sot, nuk është nesër. Askush nuk është i përjetshëm. Asun që jam i përjetshëm, as ti. Por duhet me kuptu një gjë që lideri ka një punë, sikurse ke ajo kanali jot, sikurse ka më një punë. Këtu edhe aq rëndësi ka. Por në Shqipëri është se japin rëndësi te skashme, pasi nuk vepron, domthon lideri jep forcë më shumë se sa duhet vetvetes. Se i majnë ata njerëzit servila, i majnë njerëzit që ja bojnë atë reklamen, i majnë njerëzit që bashkëpunon me ta, edhe kjo është e keqja. Se këtu ke për shembull ke në Amerikë sa dush që ke njerëz që janë zgjedhur që gjysma e popullsisë nuk i njohin. Si intereson kush është kryetar i Partisë Demokratike këtu ose i Partisë Republikane. Unë nuk e di për vete.